Gjykata kushtetuese ka pezulluar përkohësisht vendimet e gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar, të cilat kishin urdhëruar ndalimin e ushtrimit të detyrës nga zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Vendimi erdhi pasi kryeministri Edi Rama paraqiti një ankim në kushtetuese duke kërkuar shfuqizimin e masave të përkohshme që sipas tij cënonin imunitetin kushtetues të një antari të Këshillit të Ministrave, si dhe parimin e ndarjes së pushteteve. Me pranimin e kërkesës së kryeministrit, kushtetuesja vendosi që Balluku të rikthehet menjëherë në detyrë dhe të vijojë funksionet e saj deri në marrjen e një vendimi përfundimtar. Megjithatë, ministrja mbetet në hetim nga SPAK dhe vijon të ketë statusin e të pandehurës në hetimet për aferat e dyshuara në tendera me vlerë rreth 210 milion euro. Po ashtu, në fuqi mbetet masa e bllokimit të pasaportës që i ndalon daljen jashtë vendit deri në përfundimin e hetimeve. Në mbledhjen e datës 12 dhjetor 2025, gjykata kushtetuese vendosi me shumicë votash që çështja të kalojë për shqyrtim në seancë plenare publike për shkak të interesit të lartë publik. U thirrën si subjekte të interesuara SPAK, GKKO, Kuvendi i Shqipërisë dhe Presidenti i Republikës. Njëkohësisht, u vendos pezullimi i zbatimit të vendimeve të GKKO-s numër 118 dhe numër 120 që kishin urdhëruar pezullimin e Ballukut nga detyra. Gjykata refuzoi një zëri kërkesat e Partisë Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar, si dhe organizatës Lëvizja për Mbrojtjen e të Drejtave Universale për t'u përfshirë si palë ndërhyese, duke argumentuar se ato nuk kishin interes kushtetues në këtë konflikt kompetencash. Seanca plenare është caktuar të zhvillohet më 22 janar 2026 në orën 10, ku pritet të shqyrtohet në themel konflikti institucional mes ekzekutivit dhe GKKO-s.